Të paktën 4 të rinj të moshës 18 dhe 19 vjeç, mes tyre 2 vajza shqiptare kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti tragjik të ndodhur në orët e para të së dielës në komunën Guidonia, në zonën Setevile në Rom të Italisë. 2 shqiptarët që humbën jetën janë Ambra Shaliani, 18 vjeç, rezidente në zonën Albuzione, dhe Jessica Gjinaj, 19 vjeç, rezidente në të njëjtën zonë. Të rinjt ishin së bashku në një makinë tip Mini Cooper, ndërsa automjeti i tyre pas rrëshqitjes u përplas tragjikisht me murin e një ndërtese. Si pasojë e përplasjes, automjeti përfundoi jashtë autostradës duke u shkatruar tërësisht. Rënqetes momenti kur babai 18 vjeçares Jessica është në vendin e ngjarjes dhe me lot në sy rrëfen se sa e mrekullueshme ishte vajza e tij, ndërsa në telefon jep lajmin e kopshëm se Jessica nuk është më. Makina u gjet nga autoritetet tërësisht e shkatruar, ndërsa forcave të zjarrfikseve ju deshën rreth 3 orë për të rikuperuar 2 trupat e pajetët të rinjve që kishin ngecur në automjet, ndërsa 2 të tjerët kishin përfunduar rreth 30 metra larg nga vendi i përplasjes. Mediat raportojnë se aksidenti ndodhi gjatë momentit kur të rinjt po përpiqeshin të parakalonin, por njeriu 19 vjeçar që po drejtonte mjetin ka humbur kontrollin.